I jap dorëheqjen. Edi Rama largohet nga posti i kryeministrit. Në një zhvillim dramatik që ka tronditur themelet e politikës shqiptare, kryeministri Edi Rama ka njoftuar dorëheqjen e tij nga posti i kreut të qeverisë. Ky vendim vjen në një moment të delikat, menjëherë pas arrestimit të bujshëm të kryebashkiakut të Tiranës, një ngjarje që ka shkaktuar tronditje të thellë në radhët e Partisë Socialiste dhe ka nxitur reagime të forta në të gjithë opinionin publik shqiptar. Vendimi i Ramës për t'u larguar nga posti i kryeministrit vjen pas një periudhë heshtjeje të pazakontë nga ana e tij. Në ditët e para pas arrestimit të kryebashkiakut, Rama kishte mbajtur një qëndrim të rezervuar, duke bërë vetëm komente të pakta dhe të matura për situatën. Megjithatë, duket se presioni i vazhdueshëm dhe akuzat në rritje për korrupsion brenda partisë së tij kanë qenë tepër të rënda për të përballur. Reagimet në publik kanë qenë të menjëhershme dhe të shumëllojshme. Një pjesë e qytetarëve e shohin këtë dorëheqje si një pranim të përgjegjësisë për situatën e krijuar dhe korrupsionin e pretenduar në radhët e partisë në pushtet. Të tjerë spekulojnë se ky vendim mund të jetë një lëvizje strategjike për të shmangur përballjen me drejtsinë, duke pasur parasysh hetimet e vazhdueshme të SPAK-ut dhe arrestimin e bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë. Dorëheqja e papritur e Ramës ka krijuar një vakum të konsiderueshëm në udhëheqjen e vendit dhe ka ngritur pikpyetje të shumta për të ardhmen e Partisë Socialiste. Strukturat drejtuese të partisë janë mbledhur urgjentisht për të diskutuar hapat e mëtejshëm dhe për të gjetur një zëvendësues të përkohshëm në krye të qeverisë. Ndërkohë opozita e ka interpretuar këtë zhvillim si një konfirmim të akuzave të tyre të vazhdueshme për korrupsion dhe keqeverisje. Po ju, çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.